A lejohet të falësh namaz vetëm një herë në ditë 2 rekate, dhe nëse po, a mundem ta fal në kohë të ndryshme? Nëse je person që nuk fal asnjë namaz, unë të këshilloj që ta fillosh me farzet. Pra filloje me sabahun, i cili është 2 rekate. Është në kohë të caktuar. Inna salate kanat alel mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Filloje me sabahun. E nëse interesohesh pra namaz vullnetar, atëherë namaz vullnetar mund të falësh pra në çdo kohë që dëshiron, përveç në 3 kohë që është mbas sabahut derisa ngrihet pra lind dielli dhe ngrihet sa një shtiz, kur dielli është në kupën e qiellit, pra derisa të anoj nga perëndimi, dhe mbasi kindis deri në perëndimin e diellit, pra përveç këtyre kohëve, kohë të tjera kur dush mund të falësh namaz vullnetar, që ti do me fal namaz vullnetar. Allahu ju ruaj, gjithsesi unë ju këshilloj që me i kushtu rëndësi farzit, sepse janë shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. E ti me që pas këtë dëshirë me fillu, unë të këshilloj ta fillosh me sabahun. Filloje me namazin e sabahut dhe luta Allahun e lartësuar që të ta mundësoj ti falësh të 5 vaktet. Është mirësi e madhe. Lum ai njeri që ja mundëson i madhi Zot.